Drejtuesi i Prokurorisë së Posaçme Antikorrupsion Altin Dumani, i pyetur në Kuvent për aferën e inceneratorëve, deklaroi se për të 3 inceneratorët, Spaku ka hetuar 71 personat të gjitha niveleve, duke u ndalur te kualifikimi i inceneratorëve si grup kriminal. Dumani deklaroi se të gjitha fazat hetimore e kanë cilësuar si të drejtë kualifikimin ligjor. Lidhur me çështjen e inceneratorëve, kemi këtu inceneratorin Elbasanit, Fierit dhe Tiranës. Prokuroria e Posaçme ka hetuar në kuadër të këtyre 3 procedimeve penale 71 persona të gjithë niveleve. Disa prej tyre janë me vendime penale të formës së prerë, disa janë në proces hetimi, disa janë në gjykim, si dhe po hetohet dhe për fakte penale dhe persona të tjerë të cilët mund të jenë përgjegjës për këtë veprimtari kriminale. Lidhur me inceneratorin Elbasanit, Fierit, këto 2 procedime penale kanë kaluar gjitha fazat e shqyrtimit gjyqësor. Jo vetëm ka kaluar fazën e shqyrtimit para gjyqtarit të seancës paraprake, por edhe para trupit gjykues që ka gjykuar çështjen në themel dhe i kanë gjetur sa ta konformës së bashkëpunimit, e kanë gjetur të drejtë kualifikimin ligjor të bërë nga ana e Prokurorisë së Posaçme. I pyetur sepse nuk është marrë i pandehur ish kryebashkiaku Velia për këtë aferë, Dumani tha se hetimet paraprake nuk kanë përfunduar ende, por vazhdojnë. Pyetja tjetër, si ka mundësi që Spak nuk ka marrë ende si të pandehur zotin Veliaj në lidhje me aferën e inceneratorit të Tiranës, ku Spaku përgjegjësia e tij penale është e qartë. Lidhur me pyetjen që nuk e ka marrë ende si të pandehur zotin Veliaj, dua të them se siç besoj edhe ju e dini, hetimet paraprake nuk kanë përfunduar lidhur me këtë procedim penal, por vazhdojnë akoma. Gjithashtu drejtuesi i Spaku të pyet edhe për Arben Ahmetin, për të cilin tha se nëse kërkon të bashkëpunojë me Spakun, është i mirëpritur.